Tani Blen do të kalojmë tek biseda e para, po jo? Padyshim, Dërontina, tashmë është kohë të flasim për zhvillimet sa i përket çështjeve të shtetit, nëse mund t'i quajmë zhvillime, sepse të tilla nuk kemi parë ditët e fundit, tashmë kur jemi në javën vendimtare, datën 6 gusht pritet seanca konstituive për të formuar kuvendin. Asnjë takim nuk është, asnjë ftesë në fakt nuk është dërguar nga lëvizja vetëvendosje drejt partisë që pritet të bashkëpunojë me të, Lidhjes Demokratike të Kosovës. Se çfarë pritet ndodh në ditët në vazhdim, do të diskutojmë bashkë me të ftuar në studio në një panel i cili përbëhet nga profesori Artan Imani. Përshëndetje profesor. Përshëndetje për ftesën. Ndërkaq për krati gjendet nga shoqëria civile Avonet Kenan Gashi. Mirëserdhje Kenan. Mirëserdhje, faleminderit. E thash se të njëjtën pritet të mbahet seanca konstituive, ndërkohë asnjë takim nuk është caktuar deri më tani nga Kurti dhe Abdi Xhiku. Çfarë presni të ndodhë? E para, po që ka me prit, kur derisa LDK-ja nuk ka përbërje të mirë, tashmë kemi një krizë brenda Lidhjes Demokratike dhe fatkeqësisht as Kurti, as Abdi Xhiku nuk mund të dinë edhe sa vota apo përkraje ka nga deputetët. LDK-ja është më një pozicion jashtëzakonisht të rrezikshëm edhe të palakmueshëm, mos them është më një ndarje jo fizike, po më një ndarje ideologjike dhe konceptuale brenda tij ose saj, dhe fatkeqësisht as zoti Kurti, as zoti Abdi Xhiku nuk besoj që kanë guximin me marrë të drejtën me fol para publikut, e një diku në emër të deputetëve që vinë nga rreth e Lidhjes Demokratike, por shkak që disa prej tyre dinë botërisht që nuk qëndrojnë mbi konceptin atë që ka zoti Abdi Xhiku. Megjithatë, edhe pas rikonfirmimit të Abdi Xhikut sërish si kryetari i LDK-s thua se problemet e njëjta do të vazhdojnë në LDK? Po Abdi Xhiku nuk është kryetari 47% e antarëve, a? 49, falënderoj profesor, 49% e delegatëve të Lidhjes Demokratike, domthonë zoti Abdi Xhiku, nëse si figurë mund ta shikosh në prizmën e një djali të bukur. Mirë, po, a duhet që të respektohej ajo që ai edhe një herë u rikonfirmuar? Shiko, forma, zoti Abdi Xhiku kam thonë dhe kam deklaruar në këtë studio që ka gabuar hapa vazhdimsi. Edhe hapi më i gabueshëm është kur ka nxjerrë një vendim duke i sankcionuar dhe duke kërkuar me zbatu vendimet e subjektit. Po deputeti i Parlamentit Kosovës se ka garantu kushtetuta me qenë i pavarur. Mbi bazën e kësaj, zoti Abdi Xhiku prap ka gabu. Domthonë, një njeri që ne i themi për domin e popull, gabim pas gabimi, domthonë, ai nuk është ka përmirëson e vetin. Domthonë, një djalë i bukur me po, një djalë i ri, edhe me gabu me pas kësi gabime, është e pafalshme, domthonë, është një njeri që me qëllim, me vetdije fut vetin në gabime. Edhe për këtë arsye ka fut në krizë, e ka fut në një pozicion të palakmueshëm Lidhjen Demokratike si parti që ka bart përgjegjësi dhe mbi supet e saj ka shtyë dhe ka vepruar shumë çështje në nivel shtetëror, jo në nivel politik partijak, por në nivel vendit. Për mua mendoj që zoti Abdi Xhiku ka bërë shumë Lidhjes Demokratike, shumë i ka bërë antarëve të saj, e një diku votuesve që kanë besuar në Lidhjen Demokratike, sepse nuk ja ka pas bërë me qitë në këtë gjendje Lidhjen Demokratike, e që në veçanti ka krijuar qëndrime, pikpamje e rrethona që kur nuk kanë qenë në Lidhjen Demokratike këtë çështje, me dal një dërheqje, me dal në votim. Unë nuk më po ndonjë subjekt politik që kur ka vënë ndërheqje, çdo lider, çdo udhëheq, çdo përfaqësues i tyre, që u kthyen në një kuvend me thonë apo votohet as po votohet. O votu formalisht drejtja tia, po a me votu, a me dhon drejtja, mos me dhon drejtja, nuk ka qenë. Domthon, zoti Abdi Xhiku ka gabuar shumë me këtë praktikë të keqe, si një nxënës i keq i zoti Kurtit. Mendoj që gabimet e tina të pafalshme, një pasnjëshme, e ka thelluar problemin jo vetëm në Lidhjen Demokratike, po e ka thelluar problemin në nivel vendi, domethënë e ka shndruar në koncept shtetëror. E qartë. Shohim profesori se çfarë mendon lidhje me këtë realisht. Sa ka gjasa që të unifikohet edhe tani pas konfirmimit të Abdi Xhikut si kryetar dhe a ka gjasa që atyre ditëve të ketë një takim me Kurtit të Abdi Xhikut? Besoj që ishte një vikend i mirë dhe shumica qytetarëve të Kosovës dhe të Prishtinës dhe rajonet e tjera janë
marrë kryesisht me Sanihilën dhe me aktivitetet. E kanë largu pak mendje nga Është larguar politika. mendja nga këto avanturat politike të panevojshme të shkaktuara si pasojë e rezultatit zgjedhor. Nëse nalim dhe kemi nevojë të kemi një mendim për procesin e zgjedhjes në LDK, në rastin konkret të konfirmimit të zot Abdixiku si kryetari i partisë, kemi të bëjmë me një fitore të Pirros, që Lumiri ka fitu, por LDK-ja ka humbë. Pra, kjo është ajo emrusi përbashkët i kësaj strukture. Se mendon kështu, profesor? Por arsyeja është e vetme, jo vetëm të shifrat që përmendi zoti Gashi të përfaqësimi i 49% të delegatëve, pra vetëm 9 delegatë, sikur të kishin votuar ndryshe, do të përmbysej rezultati, por problemi është se është ritheksu ndarja ose është betonu ndasia brenda LDK-s, për shkak se pothuajse është i njëjti rezultat nga 31 janari, kur kishim votbesimin e parë. Pra, nëse dy herë radhazi, gjysma e delegatëve të komanduar, të cilat nuk janë delegatë të zgjedhur, por delegatë të zgjedhur nga kuvendi 2021-s, jo tashtë, gjysma e delegatëve nuk kanë mbështetje në raport me ty, atëherë do duhet seriozisht si një lider i partije politike që të rishikon të pozicionet e veta dhe qatë notë, pavarësisht rezultatit, unë kam pritë që zoti Abdixiku të t'japë të dërheqe dhe jo të festonte dhe të fynte kundërshtarët e tij në thojza imagjinore, sepse ata janë një strukturë politike. Pra e vetmja luftë në histori e cila mund të shkojë në çfarësi është lufta brenda llojit. Tona kam mësuar biologjia që në shkollën fillore. Prandaj tu ka filluar lufta brenda llojit e cila mund ta dëmtojë lidhjen demokratike të Kosovës dhe mund të dëmtojë pastaj edhe interesat e përgjithshme. Dhe e dyta, për mendimin tim, përpas atyri fjalimit fyse që ishte në raport me delegatet në nxitës, edhe pas konfirmimit të fitores së tij, ishte ngutia për të ofruar zotit Kurti mundësin për të bashkëbiseduar dhe kanë kaluar tashmë 5 ditë dhe nuk kemi asnjë konfirmim zyrtar për në ditë takim. Do se ishte gatshëm që atë natë të takojë me zotin Kurti, nuk kemi asnjë konfirmim. Se mendon, profesor, se nuk është dërguar ende një ftesë për lidhjen demokratike të Kosovës, apo po pritet ndoshta që fillimisht Abdixiku të marrë konfirmimin e vetë partisë në raport me Abdixiku ka bërë veprim në kuvendin e përgjithshëm, ku ka miratuar një dokument ku i obligon deputetët që të mbështesin qëndrimet e partisë. Në kuptimin juridik në rregull, sikur të ishim duke jetuar në Suedi, Norvezia apo Danimark, në një vend ku finesat ato që i dallojnë, por kur kemi të bëjmë Jam falë, profesor. Në kuptimin juridik ka themelu se në atë aspektin kushtetues ka shkel. Shka, partia ka për detyrë me bind deputetët e vetë për me dërgu vizionin e vetë për sikur të ishte një parti e cila ka një mbështetje mbi 80% lideri politik. Jo një parti ndonë gjysmë. Por megjithatë ne kemi zëra nga Lidhja Demokratike e Kosovës, se pavarësisht votbesimit të zotit Abdixiku nuk do të arrihet ai kompromisi për ta mbështetur krimin e institucioneve bashkë me LDK-n. Tash, deri ku kanë shku bisedimet në tavolinë, nëse mund të themi, por në pashë se prokupimi i vetëm i zotit Abdixiku dhe zonis Osmani ishte pjesëmarrja në Sanihill dhe shpërndarja që përmendim të mirash, nuk është diçka keqe, mos mirret si diçka që po dojna me akuzu, por në rastet e tilla unë mendoj se do duhej vazhdimisht të merrej me delegatë e partisë së vet, me deputetë e partisë së vet që të dërgojë deri në fund vizionin e tij për krijimin e institucioneve, nëse ka një vizion të qartë. Pastaj unë ndëgjova me shumë kujdes pas takimit me Mërgatën zotin Kurti, i cili ndonë se kishte dozë optimizmi në mes fjalëve, ushtrika skepticizmi i tij se nuk e dia do të arrihet sigurimi i numrave, sepse tashmë dihet mirëfilli se Lidhja Demokratike nuk i ka të unifikuar numrin e deputetëve, pavarësisht kush mund të jetë kandidati për president. Tash, kërkesa e zotit Abdixiku që të përfshihet në qeverisje me zotin Kurti, unë mendoj që nuk i duhet as zotit Kurti. Zoti Kurti ka shumicën e votave të qytetarëve të Republikës Kosovës, dhe mund ta krijojë qeverinë pa pasur nevojë për Lidhje Demokratike të Kosovës apo për ndonjë subjekt tjetër politik. Por ne kësha po flasim është a janë 80 votat të garantuara për të hyrë procesit të zgjedhjes së presidentit, sepse ora fillon të numërojë prapthi nga data 6. Profesor, çfarë fiton LDK-ja në rast se bën marrëveshje me Kurtin për bashkëqeverisje, meqense ka një insistim të Abdixiku? Unë mendoj nëse LDK-ja bën marrëveshje me lëvizjen vetëvendosje për të bashkëqeverisur, do të kthehet në ndeg të
lëvizjes dhe vendosjes dhe do të thellohen ende me tepër pakënaqësi brenda LDK-s që në 2027 kur parashit që tjetë kuvendi i përgjithshëm i rregull zgjedhor i Lidhjes Demokratike, kjo garniturë politike do të përfundoj se ekzistuar si klasë politike, për shkak se është e pamundshme që të bashkohet Lidhja Demokratike e Kosovës me për shkak të koncepteve politike po flas, jo individëve. Është e pamundur që të bashkohen Lidhja Demokratike e Kosovës me vetëvendosjen për shkak të shumë problemeve dhe në plan por ideologjike, në plan të dytë të figurave të veçanta, në plan të tretë të atyre luftrave që kanë pas mes veti. Dhe nëse vlen të theksohet një deklaratë e Zotit Kurti kur thotë kemi mbajtur 50 ditë koalicionin me LDK-n, sot as 5 minuta nuk do ta preferoj dhe nuk do mund ta kemi një koalicion me ta. Por nuk kjo gjëra që mund të harrohen, sepse në çdo moment Zoti Kurti ka fuqinë politike që ta shkarkojë cilën do ministrin nëse merren në dikastër LDK-ja. Prandaj duhet të ketë shumë kujdes Zoti Abdigjiku që nëse hyhet në një marrëveshje dhe nuk arrihet synimi final, që është zgjedhja presidentes së vendit, atëherë përballja në zgjedhjet vjeshtës së vonë ose të fillim të dhetohet kur mund të organizohen, mund të shkaktojnë dhe Lidhja Demokratike e Kosovës vërtet ta shojmë të katandisur në vend, ndoshta jo në vendin e tretë, por të katërtin si sfidë politike. Çfarë do të thoshte një marrëveshje me vetëvendosjen për LDK-n në rast se në këtë marrëveshje nuk përfshihet presidenti? A ki po kur mbushin formular të jashtë një partike që thot këtë dokumente plotësove, këtë kritere plotësove, domthon kur Abdigjiku i thotë ja bani tek agendës dhe strategjisë së skenarit të Kurtit. Domthon me ja pashku skenarin Zoti Kurti Abdigjiku nuk besoj që kishte mujt me plotësuat vet Zoti Kurti. Abdigjiku me bashku vet këtë koncept, nuk kishte mujt me realizu sa ka realizu skenarin e Zoti Kurti. Po megjithatë, Kenan, a ka arrit me kriju një qasë situate Abdigjiku që çfarë do që të veproj, elektorati do ta marrë si gabim, edhe në rast se refuzon që të bashkëpunojë se të shkojnë në takime me Kurtin, seriozisht do të shrihet si gabim. Edhe kundër të. Tash e ka sit vetëm para aktit krym. Domthon, Në një forme është vetë ofru. Zoti Abdigjiku i ka shërby s'kur pik e përprejse Zoti Kurtit. Domthon, Zoti Kurti me a pashkru çështo mirë, nuk ishte ditë ky me realizu. Sa ja ka realizu vetë me vullnetin e lirë ti. Domthon është Pse po thoni këto këna? Sepse realisht mirë po thotë Dorentina, në rast se do bashkëpunonte kritikohet, në rast se nuk bashkëpunon. Çka duhet veproj Abdigjiku? Abdigjiku ka gabu në hopa si lider. 5 ditës parë që ka shpreh dëshirë, vullneti, gatishmëri për me qenë kandidat i Lidhjes Demokratike, ka fillu me përçarje, ka fillu me ide të gabuara. Lidhja Demokratike ka një elektorat të ti, ka një strukturë të ti, ka një mobilizim të tillë. Ka njerëz që kanë vepru me vitet të tëra, pa qenë Abdigjiku pjesë e LDK-s. Edhe një orë Kenan, në rast se arrin Abdigjiku interesat e LDK-s dhe të elektoratit të LDK-s ti akomodoj brenda një koalicioni me vetëvendosjen, unë mendoj se do të merr pojena shumë pozitive për zgjedhjet e ardhshme. A do të arrijë? Ç'do është dallimi? Që i bie? Ç'do është dallimi? Profesor, Unë personalisht jam mendoj që do duhet të bëjnë përpjekje, tash po masi që në po publike, do duhet të bëjnë përpjekje maksimale LDK-ja me vetëvendosjen që t'i krijojnë institucionet. Sepse e kemi PDK-n e cila thotë që do të jem në opozit, e kemi aleancën e cila ka ofru 6 kërkesa dhe do të mbështes cilën do iniciativë që i plotësor ato kërkesa që për mendimin tim përjashton kërkesën e parë, që është politike dhe ka zërë me ka përdi Zoti Kurti, që ka të bëjë me gazën amerikan, kërkesa tjera një në në qeveri. Natyrës institucionale. Është në rregull, prandaj mos të shihet edhe në atë kuptimin bardhëze. Por në rast se Zoti Abdigjiku arrin të akomodoj interesat e Lidhjes Demokratike në shtrirjen qeveritare, në marrjen e përgjegjësive politike, në ofrimin një programi zgjedhor pak më ndrysh se sa që e kanë paraqit në elektorat, sepse nuk kemi pa një program zgjedhor të shkruar për një partie politike. Dhe nëse arrin të harmonizoj interesat, atëherë Abdigjiku do të jetë një shpëtimtar i këtij procesi ose këtij cikli këtë pa kuptim zgjedhor që aty shku tash 2 vite, pak në 2 vitet e fundit. E që në fakt probleme ka me bëni santetis, si që tha profesori, sepse Abdigjiku ju e keni vërtet. I dëp në strukturë tashmë. Dëp në strukturë, ka gabu në koncepte, ka gabu në ide,
së në ka formulu konceptin ashtu qysh është pritur nga çdo antar i Lidhjes Demokratike. Tash, a kome pos mundësi me arrit një marrëveshje apo jo, a i ka shprej gatishmëri, ka thonë që unë jam i gatshëm të kem një bashkëqeverisje me zotërin Kurti, në këtë rast me Lëvizjen Vendosje, që në fakt nuk folën e vet nuk e ka të kompletuar, domethënë nuk e ka pjesë e përbërjes që mund të kenë një bashkëqeverisje. Kjo i bie mund të ketë për shembull sikur të isha unë në pozicionin e zotit Abdixhiko, do të flas me grupin tjetër i them, unë e kam 1, 2, 3 kërkesa, ti i ki 3, 4, 5, 6. Hajde i mojmë 4 kërkesa tona, 2 kërkesa tona të nxjerrim një kandidat konsensual për shembull për president. Të nxjerrim një kandidat konsensual për zëvendës kryeministër, se për kryeministër po dihet që është. Të nxjerrim një kandidat konsensual për I duhet LDK-s së pari brenda vetës të gjejë një kandidat konsensual, pastaj të dalë me partitë e tjera të gjejë një tjetër kandidat. Na po flasim për strukturën dhe ideologjinë dhe konceptin si lider. Sepse lideri ka një farfryme pozitive nga ajo që e kalon çdo element të integritetit, të personalitetit të një antari thjesht, të një përfaqësuesi tjetër, që në fakt nuk e ka pas zoti Abdixhiku këtë çështje. Siç tha profesori, zoti Abdixhiku edhe nëse arrit marrëveshje të ketë me Lëvizjen Vendosje, po nuk ka guxim aktualisht Kurti për mi afru marrëveshje. Ose me ftu ftesën sot, mi thonë, eja se sot është dota i treti dhe ne kemi edhe 3 ditë për me arrit të kuvendi. Domthonë nuk i kemi këtë ftesë, sepse zoti Kurti nuk ka guxim me ftu zoti Abdixhikun për shkak që e di sakt 100%. Ki informatat i ka dorës parë. Gjendjen aktuale në një kryetari që ka 50% votë. Çka vjen si pasojë, domthonë ne po flasim për në këto momente, në 12-24 shtora, aktualisht, ne nuk kemi asnjë informacion që ka një ftesë nga zoti Kurti për zoti Abdixhikun. Dhe kjo tregon. Po dhe problemi është që pse duhet të drejtojë një ftesë, kur e di ka numra. Ka numra. Pra, kjo është arsyeja. Nëse duhet vetëm sa për me kriju momentum të kriju qeverinë dhe parlamentin, është krejt normale. A i bie që në këtë rast Sereshja hedh fajin, pastaj LDK-s duke thënë se unë isha i gatshëm që të... Po për çfarë po tham unë? Pikërisht, kjo problemi, nëse shkohet zgjedhje, pastaj nuk e di se do të jetë rezultati LDK-s. LDK-s. Për çfarë unë më thash skenari me pasku mirë zoti Kurti, për LDK-n nuk ishte ditë me bë Abdixhiku vetëm me pasku një veprim të tillë. Shërbimi edhe veprimet që ka bërë zoti Abdixhiku në raport me dëmin që ka kriju LDK-s, e me favor që ka bërë Lëvizjen Vendosje në këtë Kurtit, nuk ka penzem. Edhe formë që kishë mujtë me realizu. Vesh një që mos të kryet për shtypja që kritë... Edhe në falë, edhe një pytje. Për post, a një këni vrejtu këtëre detve, mos thamë javë të tëra, PDK edhe AK-ja kanë qenë të qeta, stabile, sepse nuk kanë pas temë për të zhvilluar. Ato i kanë pozicionet të tyne, po këtë debati është zhvilluar për LDK-n edhe gjendjen e LDK-s. Po veç një sen mos të harrojmë, edhe zoti Kurti, shka është realisht është një situatë palakmueshme. Absolut, sakt. Sepse po fiton shumicën e votave të qytetarëve. Edhe nuk po ka partner. Dhe nuk po arrin që të ndërtoj partner. Pra, edhe të qytetarët nuk ka një imazh, edhe një përqendrim një situatë e cila vërtet nuk din si me trajtu. Pse ndodh kjo? Sepse kemi pas një zhgënjim total të qytetarëve të Republikës Kosovës me pjesëmarrjen në zgjedhje. Mos harroni një send, sepse zoti Kurti ka fitu vetëm 17% të votat të qytetarëve të Kosovës. Jo, siç pretendojmë nëse e marrim trupin elektorale, 36% që këtyre, numri i votave që ka fitu zoti Kurti është 17%. Pra, e kemi një bojkotim mbi 65% të qytetarëve të Kosovës ndaj procesit zgjedhor. Prandaj, statistikisht është fituesi i zgjedhjeve. Por problemi është se partnert i nevojiten. Dhe ne kemi shku në zgjedhje për shkak se nuk kemi arritë të sigurojmë 80 vota për deputet. Nuk kemi shku në zgjedhje pse zoti Kurti s'ka pas qeveri stabile ose ka pas që do duhej me shku për shembull për ngecën zhvillim ekonomik, ngecën strategji. Po na pret profesori njëjti skenar duke parë mënyrën si po zhvillohen. Nëse mos zgaboj këtu me juve, kemi qenë bashkëkrejtë, kemi debatuar kur kanë dhënë rezultatet e para se ditën e nesër mos ai rezultat zgjedhor kemi thënë se do të na dërgoj prapë në zgjedhjen e vjeshtën e vonë. Për shkak se nuk ka gatishmëri. Sikur të ishte, unë e kam propozuar vazhdimisht edhe të shumë të tjerë, i vetmi stabilitet që mund të krijoj qeverisje stabile për këto 4 vitet e ardhshme, ty e pas parasysh edhe rrethonat që mund të na presin në mes të shtatorit,
do duhet të jetë një koalicion mes Lëvizjes së Vendosit dhe PDK-s. Dhe të jetë pastaj edhe suporti i aleancës është i ekspozuar, politikisht dhe publikisht, do të kemi një qeveri e cila do të mund të përballet me pasojat e mundshme që do të na sjell mesi i shtatorit. Prandaj do duhet të jemi shumë të kujdesshëm që sa më parë të krijojmë institucione, sa më të forta këto institucione. Tashmë i notet në LDK kanë më na sjell në zgjedhjet e reja, jo lëvizjeve vendosje. Por, profesor, të dyja partitë, edhe Lëvizja Vetëvendosje dhe PDK-ja, kanë quajtur të pamundur një koalicion mes. Kur nuk ka vullnet, ka mundësi pastaj me gjetë argumentet e tjera për mi kundërshtu. Por unë mendoj që ka hapësira kur ka qenë mundur të bëhet koalicioni LDK-AK në atë kohë, kur ka qenë mundur të bëhet koalicioni PDK-LDK, kur ka qenë mundur të bëhen gjithkush me gjithkënd. Pse që ka mundur të ketë koalicion PDK-ja me VVN në komunat caktuar? Pse nuk thehet ky akulli mes? Sepse mungon leadershipi. Nuk kemi lider politik të partive politike. Në përjashtim të vetëvendosjes. Partitë tjera kanë menaxhment, të përkohshëm madje, të komandum. Nuk kanë menaxhment vetëm. Do të ishim në rrethana të tjera në rast se në krye të PDK-s do të ishte Kadri Veseli? Absolutisht. Qoftë Kadri Veseli, qoftë Hashim Thaçi, qoftë edhe në LDK të ishte Isa Mustafa. Pra, nuk kanë guxim sepse elektorati, delegatët e LDK-s i thasë të Abeziku ti fol vetëm për 50. Po, megjithatë, beson se i friksohen Kurtit apo i friksohen vetë elektoratit të tyre? Jo, shiko, Kurtit mendoj se nuk kanë pse më u friksu, po friksohen, mos mund tash të mendu, të bëjë teori të gjasave, çfarë do të ndodhte nëse shkojmë nëse shkojmë. Ne kemi nevojë si shtet, si qytetar, si shoqëri, të kemi institucione sa më stabile dhe sa më të forta. Kemi nevojë që të kemi një diplomaci shumë agresive tashmë pas pushimeve verore, sepse i duhen vendit. Dhe mos përballen me situata të cilat në një krizë, cila do kufta, jo, mund të na dërgojnë si shafje, si shtet, jo vetëm si skenë politike. Kenan, cilët skenari sheni si më të mundshëm në këtë rast? Unë mendoj që në fund Flasim për konstituimin edhe për formimin e institucioneve edhe nuk kemi problem. E para, mendoj që zgjedhja e kryetarit të kuvendit dhe qeveria nuk ka ndonjë pengesë që mund të ketë nga ajo që sepse janë numrat, janë edhe procedura dhe proceset të qarta dhe të argumentuar nëpërmjet gjykimit të gjykatës kushtetuese, por unë mendoj që derisa nuk kemi numra për zgjedhjen e presidentit, sepse çka më interesante që gjykata kushtetuta e Republikës së Kosovës dhe ligjet nuk e kanë përcaktuar a mund të zgjedhet presidenti përpara apo qeveria, dhe po të ishte një korreksi ashtu nga zoti Kurti, është mirë me qitë në votim si propozim çështjen e presidentit, dhe do ta kishte ata ka afate. Po, ka, janë afate, 60 ditë, 45 ditë janë afate të kushtetuese. Për këtë arsye me kriju një pikpamje më të re më të mirë. Por në fund të nëntorit është njëra prej formave, njëra prej gjendjes, situatave që vendi mund të shkojë në zgjedhje, sepse shtërren edhe të gjitha hapësirat dhe mundësitë ligjore kushtetuese, dhe vendi mund të shkojë që ne jemi në çat rrugë. Në qatë rrugtim që në fund të muajit nëntor, vendi të shkojë në zgjedhje, përderisa kemi një situatë të tillë, një përbërje të tillë. Kenan, por as kemi as një skenar tjetër. Jo, një skenar tjetër cilin thjesht po pyes nëse mund të jetë i mundshëm. Sa mund të aktivizohet sërish Kurti ndoshta për të marrë një pjesë të deputetëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës, se kanë fjalën numrin e votave të tyre dhe më pas deputetët që nuk votojnë të kompenzojnë me ata të aleancës, të cilët ishin zotuar kohë më parë, se në rast se përmbushën kërkesat. Kështu që sërish do i binte që numri të... Nuk mendoj se aleanca i plotson apetitet e partive tjera. Nuk ka aleanca në fund të dëshirash. Nuk besoj. Aleanca nuk ishte parti subjekt. Por ato qëndrimet i bën publike duke thënë se në rast se respektohen ato 6 pikat cilet... Po bjen ndesh me konceptin, për shembull problemi politik cili është 360 shkollë, kthimi mas nëse ti pranon me marr gazin amerikan për Shkupit. Për politikat qeverisë ajo është konfrontuar me State Departmentin, me ambasadën për këtë problem. Një skenar të tillë nuk e shihni. Absolut, nuk mund më ekzistu si teori, e lemon si praktik. Por derisa na e kemi parë. Pse?
më falë, edhe pse zoti Konjufca kalkuloj në një deklaratë politike që pas takimit me ministrin francez, pikrisht në këta alodaj. Po. Adin, ka shumë të dajta që përse në këta alodaj zoti Konjufca, që do të mund të kemi kompensim të deputetëve nga forcat të respektu me tashmo me këtë që në runë qasje në ndaj. Po, pikrisht, sepse... Po, Prof, përderisa na e dimi një logjik edhe një mendësi të zoti Kurtit, nuk mund të reflektojnë me bëj një kthesë ashtu që shpequn në një pikpamje të tillë. Unë besoj që zoti Kurti do të ketë një pikpamje të tillë. Po du me besu se zoti Kurti tashmë o bi. Ko me reflektua? Duhet me reflektu. Po nuk besoj se 4 herë ka shkon zgjidhje për njëtin problem. Nuk besoj, por sepse nëse do të kishte bërë një gjë të tillë, është premtimi, ku janë premtimet e tij, ku janë pikpamjet e tij, ku është koncepti i besimit që ka shtinë në elektorat. Por pavarësisht kësaj, unë nuk jam ai person që bina ose mund të besoj në një pikpamje të tillë se zoti Kurti do të reflektojë në një formë të tillë. Unë e kam vërejtur, unë e kam thënë edhe në këtë studia, edhe në këtë emision që zoti Kurti po vret e po shit, e ndoshta edhe shpesh po argumentohet që më shumë ka bë veprime për pushtet se për shtet. Po. Edhe kjo është ditë e sekonde, minutë, është ka provohet e dëshmohet për një pikpamje. Kjo qëndron edhe për një fakt. Sepse caktimi i datave për konstruimin e institucioneve në ditët e fundit kalendarike të mundshme, ta jep me kuptu që është interesum që zvarrit procesin, e pora. E dyta, në vend që 5 ditë, 6 ditë të merret me organizimin, me takimet me partnerin e vetë ekspozuar, si që të LDK-ja, na të regoj ke filma me partizani Gjerman para mërgjimtarve. Pra, është shka e qëdishme, nështë ta mund tjetë ajo që përdo që s'ka interes, por realisht qytetarët e Kosovës ja kanë besu që t'i kryoj institucionet. Dhe të duhej në kushte normale që të bëjt qmës, ama të bëjt qmës, që t'i kryoj institucionet e thash dhe për përsëris, sepse Kosovën e pret një vjesht jashtëzakonisht nxehtë, Kosovën e pret një situatë jashtëzakonisht delikate në aspektet ndërkombëtare. Cili do kuft, unë besoj do të kemi vendim lirus, për cili do vendim do të ndroj qasjen në skenën politike dhe do të është e mirë që të kemi një qeveri stabile e cila i mbron interesat e Kosovës. Shisat, jo patë edicionin e informacionin e parë, patë më rastin e gjetjer të vërrezave të reja masive, pra sikur të kemi një diplomaci aktive, sikur të kemi një aktivizim edhe të faktorit ndërkombëtar, unë mendoj që tash që ka filluar të marrë frymë edhe në Serbi kjo njerëzit të dëshmojnë, pavarësisht se po arrestohen, do të mund të paktën të që me thonë... Ti shfrytëzojmë këto mundësi... Edhe shpirtrat, edhe familjeve të të shqetësojmë pak. Sepse ne e pam një raport e Europës Lirë. 6 kompanit më të fuqishme në Shtetet Bashkuara të Amerikës lobojnë për Serbisë, asë një cent nga qeveria e Kosovës nuk është që 5 vite në këtë drejtim. Në raport me Shpirje Bardë dhe State Departmentin. Prandaj, unë mendoj që kemi nevojë gjithë të lënë anash ndasit, i notet politike, dhe të mendojmë edhe një herë që jemi në një përballje në fundit, unë mendoj që përballja në fundit me Serbinë dhe për të vendosur pikën me i që thonë për krijimin dhe për forcimin e shtetit dhe të institucioneve të Republikës Kosovës. Nuk mjafton me deklarata, nuk mjafton me postimin Facebook, nuk mjafton me tregimin partizane Gjerman, nuk mjafton me këto veprime të cilat veçin ka zbehin seriozitetin e Republikës Kosovës në raport me faktorin ndërkombëtar, por besa edhe me vetë qytetarët e Kosovës. 60, mos harrojna, 65% e trupës elektorale të ka bojkotu. Pra, ti je përfaqësues i 35% krejt, jo ti, komplet skena politike e Kosovës përfaqëson vetëm 35% të qytetarëve. 65% të tjerëve të kanë bojkotu. Pa nuk dojnë as ty, as to, as një për tëne. Prandaj do të jemi shumë kujdesshëm të nëjnë gishtin kokë dhe të shohim çka po dojnë, cilat janë interesat. A janë interesat që tha zoti Kosh, janë interesat pure personale, apo dojnë vërtet me mendu për interesat shtetërore? Prof, a di po du më ta lidh me një praktikë keqe që shpesh ndodh jo vetëm në popullin, po në kudo. A ke po një familje kur kanë biznes përbashkët, e tash njëre prej domaçinëve veshet bukur edhe këtë tjerë abuzojnë me atë paranë publike të asaj kompanije deri në falimentim ose prishje të asaj kompanisë. Kështu atë ndodh Kurti shumë në konceptin e shtetit. Domthon
ju e një ka populli edhe qytetarët mund të mos e besojnë këtë punë se janë direkt lidhur me situatën me të cilën ata mund të kenë informacione. Por një gjë t'ja thamë t'ju garantoj. Kosova ka një qeveri që s'ka asnjë mekanizëm kontrollues përpos zyrës kombëtare të auditimit. Ajo e pinzar kërsh. Ajo pinzar kërsh. Do mos, s'ka mekanizma, s'ka format kontrollues. Po flas nga praktikat që ne shikojmë. Do më e bani kërkesë, ju drejtosh, të kthem përgjigje me mujtë të tërë. Do të më qunë agjencia, në agjencioni merr kohë, sepse shumë ankesa ka, nuk mund mi trajtu, nuk ka kapacitete. Ku është transparenca, ku është llogaridhënia atyre? Po da, do duhet që të ishin më të vetëdijshme partitë opozitare. Po jo opozitare, më fal. Po tash ç'është ka një farë. Po se mos të lojmë krejt fojë. Krejt fojë të pse s'janë gjendje partitë opozitare, më ul bashkë bëni takime pas bashkë? Mu të akordu. Po dojra mos me zhjë, po dojra me shku në zhjë. Të pakten, le të kemi, ju profesor shërinë civile dhe në shumë aktiv. Prandaj, zoni juve është maj dëgjushëm se sa zore junë ose i të tjerve. Pra, qytetari i Kosovës nuk e din që ka dojnë. Nuk e din që po bisedojnë mrena. Po sakta, qëre, ka uza shumë e gabu me opozitë, nuk ka diskutim këto. Ne nuk për akuzimin këtë ras Kurtin, kërë këpot që të imë populli, po ne për ngrismi si shqetësim, se Kosova aktualisht është me një situatë, që ndoshta as nuk mund të përshkruhet ideja e një gjendës të rënduar në një pikë të tillë. Pse dim Kurtin që ndërimit e ti, unë kam problem me opozitën. Ne po flasim si koncept politik, e shoqëror edhe institucional. E shtetëror. Ne nuk po flasim këtë thash me hudh fajin të Kurti. Ne po flasim që Kurti nuk ka mekanizma kontrollues nga institucionet, sepse është... A ti për i përshtatë, a ti për i përshtatë me qeverisë pa kontrol, apo? Absolut. Opozita sa të të po? Opozita për shkon përshtatin. Opozita po pajtuat, është për shënveror edhe... Dhe ti e kam ngritur këtë çështje që është më e rrezikshme që të shndrohet kështu pra me një qeveri të pa monitoruar, apo që partitë opozitare të lëshojnë pe në kuptimin që të ketë formim të institucioneve në mënyrë që të monitorohet qeveria. Po t'jem pjesë institucioneve, le të bërë, shiko, se kërë opozita të ishë bërë bashkë. E posë qëndrim. Ne 2-3 qëndrime. Nuk të kishte mundësi tjetër për pa unë opozite. Absolut, shumë sakt. Sepse të 3 faktorët opozitarë, kanë pikëpamje, për pas dallimeve të vogla, kanë pas një target. Rëzimin Albin Kurtit. Kjo ka qenë të paktën në fushatën elektorale, kjo ka qenë qëndrimi të në, i 3 partive. Prandaj, pas ka një target, nuk ka rreten, sepse populli tha ndrysh, Savrani foli ndrysh. Hajde ulem të vendosim kornizën. Ne dojmë, ne 2-3 kërkesa, pra s'to nuk pëjkem. Pëjkem parciale, pra ashtë aleancën, që s'ka shkuas ta kemi ka pas qëndrimit e veta, për mendimin të mas korekti deri tash, për të tjerat, edhe PDK-ja, komplet e heshtur, LDK-ja, ku nuk po është faktor në skjerën politike po kryon probleme të brendshme për më bon faktor me do në opinion, jo për diçka tjetër se asë një rezultat, përveç ndasive që ka bon nuk ka prodhu ky kuvend i tyre, por vetëm ka pak nëjësi, por dhe me të parën fajtor Kurti, pretë se me që të Kurti ka obligim, sepse ka 50% ka 50 deputet. Apo? Kështu që si e tilë dhe duhe pak ma me elekuencë, ma me prezësi, ma me... Edhe ata përfaqësojnë t'i shka, edhe partitë opozitore, një pjesë e popullit të revoltum, që do duhe me pas një përzigje. Ti nuk di ku ki marrë përzigje në LDK-s BDK. Në këta minutat në betur diskutojmë pak edhe për skenarin më të keq të mundshëm, por që po duket se është më i mundur nga të tjere që i diskutuam zgjedhjet. Çka do të sjellin një parë zgjedhje të reja? Bojkotim edhe më të madh të qytetarëve për të marrë pjesë në to, apo duke pritur edhe vendimet cilat janë që kanë lidhje me shkrerët e UÇK-s edhe mund të ndryshojnë komplet skena politike, cili do që tjetë vendimi. Me pak fjallë, çka nëse shkojnë në zgjedhje kena? Qëre para, nëse kemi një përfundim të mirë të procesit të liderëve të ushtrisë ndërkombëtar të Kosovës, Kosova jo vetëm që do të ketë mundësi të ketë një bindje ndërkombëtare për pafajësinë që kanë populli jonë, sepse këta liderë përfaqësojnë një gomë të gjërë, jo vetëm të çështjes së ideologjisë kombëtare, por të ideologjisë pafajësisë, për shkak që ata përfaqësojnë ushtrinë qendrore të Kosovës.
Dhe mbi bazën e kësaj, Kosova mund të ketë pak një frymë më pozitive, edhe në raporte me njerëz individet, por natyrisht edhe me që është shumë e rëndësishme me nivelin ndërkombëtar, sepse Kosova, pavarësisht se ne mund të mendojmë atë themi më një formë të tjetër, Kosova ka një target, një flamur të koq që liderët e ushtrisë shqiptare të Kosovës janë duke ndjekur nga një proces dhe një gjykatë që është themeluar, është bërë nga institucionet e tona. Pavarësisht se ne e dimi gjendjen faktike e reale të këtij procesit, por që këtë kja mund të merr një epilog. Po, fatkeqësisht, inshallah nuk ndodh, si thojmë populli, nëse ndonjëri prej tyre mund të ketë një gjykim të fajësisë, Kosova mund të kalojë në situata më të rënda që ndoshta në historinë e popullit shqiptar, nuk do të përshkruhet dhe nuk do të marret me mend. Para mendojnë nëse dikush do të dënohet për një veprim të tillë, çka nëse në një grup i qytetarë mund të organizohet me protesta, demonstrata, apo me ndonjë formë të tjetër, që shumë njerëz e kanë përmend dhe kanë përfol në publikisht në për studiat e ndoshta kanë bërë shkrimet të tilla, që mund të... Në kryetarin e vetë vendosje, zotin Goniuza, ka paralajmëruar problem. Pas deputetin Haradina, deputetin Najt Hasani, krerët e USHK-s, vizita ambasadës amerikane të krerët e USHK, të organizata veteranëve të luftës, nuk do t'jetë situata bashkësi. Por, nëse themi të procesit zgjedhor. Po, aje nuk do të mirët as parasysh nëse një stat e tillë rrjedh. Nuk do të ketë peshë më procesi zgjedhjeve. Sese ne jena të full për një proces. Pra në procesin zgjedhor do të ndikoj vetëm në rast se do të ketë vendim lirues për që. Mund të ketë një natyrë. Qëre, procesi mund do si koncept. Por vendi jo mund të krijohet krizë. Unë nuk do të doja me besu të kemi një vendim tjetër. Më falë, ne hipotikisht. Nuk do të kishte imaginu lemo që mund të kishte besu një formë të tillë, por ne po vlasmi si njerë, si njës të statav, rrethonave, e situatav që mund të prodhohet e mund të krijohet, por kitë kjo blend që është shumë e rëndësishme që fati mirë do t'ishte që ne të kemi një zgjedhje të institucioneve tona, e para, e dyta, po nëse ndodh kjatë, në fund të nëntorit kemi zgjedhje të reja, e që qytetarët do t'a kenë mundësien, sepse në atë periudhë kemi një situatë të re, e kemi një periudhë të re, e kemi një qasje që ndoshta qytetarët janë më të vetëdijshëm, më të përgjithshëm, për ata që të cilët votojnë. E mund të kemi edhe një proces, një rezultat me numra të ndryshëm, por shkak që mbi përbërjen e numrav e përbërjes së përqindjes së zgjedhjeve që do t'i nxjerrë rezultatet, do të kemi një përbërje tjetër që do të detyrimisht ndonjë subjekti fitues, për shembull do ta marrë hipotikisht, nëse do të ishte fituesa prapë vetëvendosja, që nuk do të kishte mundësi të luante të ketë qëndrime të tilla, edhe do të ketë një formë të tillë. Që unë besoj shumë që do të ketë forma të tilla, shihet edhe vret që kemi një ndryshim her pas here të rezultatet të tilla, e që të prodhoj e të krijoj edhe përbërjen e re që mund të nxjerrë një marrëveshje, një bashkëpunim, një mirëbesim pak më ndryshe se sa që mund të krijojë në pikpamjen tjetër, sepse vetëm rezultati e bind çdo lider, çdo koncept të aspektit politik edhe leadershipit që kanë subjektet politike. Profesor, çka sipas jush nëse shkojmë në zgjedhje, a bëhet zgjedhja për presidentin? Në plan të parë shkuam ja prapë në zgjedhje, është humbje kohe, e panevojshme dhe komplet dëmtimi i buxhetit në këtë situatë dhe këto probleme gjeopolitike globale, rajonale e tjera. Por në rast se nuk ka një dakordim mas pari opozitor mes veti dhe ka një hendek kaq të madh mes qeverisë edhe opozitës, ose ish qeverisës dhe opozitës, atër s'ke rrugë tjetër përveç të dërgosh mandatin prapë të Sovrani. Por mos harroni se edhe nga votat e kaluara kemi 104.000 vota ma pak që mbështesin Zoti Kurti dhe kemi 35.000 vota ma pak që mbështesin PDK-n, që do të thotë se qytetarët e Kosovës i kanë fajsuar dy partitë e mëdha, ma të mëdha politike në vend, për gjendjen e krijuar. Në rast se shkohet në zgjedhje dhe në jetën politike dhe publike dhe në familjet e tyre do të jenë
tashmë të ndaluarat padrejtësisht në Hagë, atëherë unë mendoj që do të ndrojë konsultacioni i forca dhe do të ketë një rimobilizim, një riorganizim të opozitës, sepse problemi jam nuk është qeverisja. Problemi im është mos organizimi opozitar. Pse them këtë? Në rast se ti nuk arrin me fitu kur humb partia e parë, nuk di kur duhet me fitu. Në këtë rast kemi 104.000 vota ma pak nga partia e parë dhe partitë të tjera në mënyrë lineare kanë shku dhe kanë rënë. Prandaj kjo është shqetësimi që do të thotë se nuk ka një organizim. Ndoshta mund të jetë e kuptueshme situata në PDK për shkak të thona dhe tashmë i ardh para një date të caktuar për vendim, por që në rast se nuk do të ketë ndonjë zhvillim të tillë pozitiv në procesin e Hagës, zgjedhjet e ardhshme prapë do të jenë një rivotim. Megjithatë, profesor, është edhe një skenar tjetër që akoma është opsion në rast se mund të dakordohen partitë, pra kur Kurti formon vetë institucionet, ndërkohë që në afatin e mbetur pastaj diskuton vetëm për presidentin. Sa ka gjasa që të shmanget dhe të gjendet një kandidat konsensual? Unë mendoj që këtë rrugë do ta ndjekë zoti Kurti, sepse sikur ta kishte një rrugë tjetër, unë mendoj që këtë rrugë do ta gjen. Unë pres që me datën 6 të zgjedhet kryetari i parlamentit në rast se nuk kërkon atë do të kenë ato interpretimet, a duhet presidenti a kjo, po me datën 6 mendoj që do të konstituohet kuvendi dhe do të zgjidhet, ka mundësi që po a ditë të zgjidhet edhe qeveria e Kosovës dhe pastaj kemi 60 ditë në dispozicion. A beson se sërish kryetari i kuvendit do të jetë Albulena Agjiu? Për tash duke di që kanë këta matematika të brendshme. Unë besoj që do të jetë. Po e ka majtë një vjetë Kosovën peng për Albolinës, besoj që është ka shlet tash, a përdin minutat fundit. Po së do që tjetë, kush do që të caktuat nga levizja vetë vendosë, se profesion levizja vetë vendosë, është njëta situatë, nuk kemi në vetë vendosë, që me thonë 1, 2, 3, 4, 5... Po pra ndaj thash, sepse vitin e kaluar u bë shumë zhurmë për kryetarin. 20 venet, thata të revin tjetë rëndë. Kështu që nuk mendoj se ka një dalim të madh kush do të jetë, por zonja Agjiu në rast se nuk e si ka ra dhe me punu si kryetari i kuvendit. I ka pas një 2 seanca 3, ato fillim me do konflikte të vogla, por nuk e kena pa shohën e saj shumë në si kryetari të kuvendit. Okej. Kenan beson Po si president e thashë se s'do të jem. Më falë, Albulena më ka pëlqyer si kryetari i kuvendit në raport si ka qenë ministre e shumë të tjera. Besoj që Albulena mund të reflektojë shumë a shumë ma pozitiv si kryetari i kuvendit dhe besoj që zoti Kurti prapë do ta propozon e do ta kandidon për kryetarin e kuvendit. Ka numër caktuar të vota, është më. Edhe besoj që është shumë më mirë e më pozitive dhe natyra e një kryetare të kuvendit po reflekton edhe po jem mesazhe shumë mira. Po mua më ka pëlqyer si kryetari i kuvendit. Edhe besoj në rast se zgjedh kryetari i kuvendit, vendi shkon zgjedhje. Po mos të harrojmë. Po domun është Megjithatë, profesor, përjashton krejt mundësinë që ka gjasa ndoshta që të arrihet një kandidat konsensual? Për president? Për president. Është e mundur. Sepse këtë ide, në gjitha diskutimet që kemi pasur me përfaqësues televizit dhe vendosje, ata kanë thënë se këtë ide do ta shtojnë. Po, konsensual, por duhet, për para se marrë të emrin konsensual, duhet me pas dakordim mes forcave politike. Nëse ti shkon kuvend dhe zgjedh Albulena Agjiu, kryetari i kuvendit, Albin Kurti kryeministër, qeverinë e krijon, atëherë pse duhen partitë tjera me dakordu për një emër? PDK është e gatshme me shku në zgjedhje, ka deklaruar publikisht është e gatshme çdo ku. Si do të gatshme PDK me shku në zgjedhje, edhe këto dy forca tjera pastaj nuk kanë rrugë tjetër. Prandaj unë mendoj se nëse nuk ka këto 2 ditë e ardhshme ndonjë takim me ndonjë sinjal konkret, ne në fund të nëntorit kur i bën afatet juridike. Fund nëntorit po. Ne do të shkojmë në përfesat të nëntorit zgjedhje. Mirë, presim të shohim se çfarë do ndodhë deri të ejta. Në fakt, gjatë këtyre ditëve, nëse do të ketë një ftesë nga lëvizja vetë vendosje për Abdi Gjikun. Profesor, Kenan, faleminderit shumë që ishte sot në studion. Faleminderit për mundësinë. Faleminderit shumë. Pjesë e mesditës.